Jemi këty në studio me mësafirin për sot. Mësafir për sot e kemi zotin Beki Berisha. Nuk pi thom deputet, por arsyes tashmë Soko zoti Dare ka blloku kuvendin dhe i pengon përfaqësues të popullit, ata që në votu ta dhojnë betimin e tyre. Bek, mirë mirë se erdhën në emision. Mirë se u gjeta. Kërkoj falje se ju thon deputet, ju nizjedhën deputet, por betimin jam betu, po. Betimin po, por nuk është konsideruar kuvendi dhe nuk e dim këtë pjesë. Bek, çka ndodhi dje? Kemi pa dje të bë thirrje edhe mërgimit të tjerëve për me rujt secin. Çka ndodhi dje? Dje ishin ftu disa tri, normalisht na respektuam, për në hollin e kuvendit me mojt një far mitingu, po hinë edhe në salë aty. Tash, na i respektuam ata, mirë po sikur i kishin përgadit, sepse dollen ata me dhonë kësi deklarata, ishin konë aktivist. Jo të gjithë, po disa, me ta ishin konë me detyra caktume. Pastaj i pronën disa mërgjimtar, e patë që ka ndodhi, të më thonaj me ka poshtë barë dhe një tjetër, që ishin arë me qëllimin përgaditur me provoku deputet, edhe unë e kore pava atë sken, kom dalë pastaj me deputet tonë, mirë po i kom both thirrje deputetit Mergim Lushtaku, sepse vishin her pas here deputet përgaditur për me bo provokime në sy të mërgjimtarve me kryu skena, edhe deputet e vetëvendosis, vishin me provoku. Po, vishin her pas here të përgaditur për me i qitë në situata të këqija deputetet e opozicës ose deputet e kuvendit Kosovës. E ndërta e pava që ma synojshin mas shumë ti Mergim Lushtakun me përshkak të karakteri shpërthys me provoku me fjallë dhe me qitë me kryu në i situatë. Deputetet. Deputetet, po. Bek, edhe njerë duhet me cek, kjo do mon djek jënë shuk ta njerëz me him rana, në kohën kër i një kohën ju, PDK-ja, edhe AK-ja, kini qenë mrana, edhe kini bot thire për më majtë seanca. Po. Kush i lëshek ta njerëz mrana? Jo njerëz qytetari, një përfaqësues të popullit. Ju shojmë edhe në rrugë, po ndryshët, ju marë polarizimet, ju marë polemikat, ju kini qenë vend punës. A kush i lëshek ta njerëz me him rana? Edhe a ka pas një skenar për me skalu situata? Po. Se shtrot pyetja, kush i lëshoj këta njerëz me him rana, në kohën për deri sa është opozita mrana? Si duket ka qenë qëllimi që mërgjimtarët, kinë se mërgjimtarët që aty kish pasë edhe të tjerë, njerëz të përësitën, mardhë dhe me kryu situata caktume, të përgaditur, mardhë edhe me provoku deputetet. Pastaj ndodhi shka ndodhi, u pa edhe forma që u shprehen, një gërë, në fund funit,